Rreshjet e dëborës kanë përfshirë zonat malore të juglindjes së vendit. Rreshjet kanë shkuar nga 5 deri në 8 cm në lartësitë mbi 1300 metra. Edhe pse jemi në stinën e pranverës, ditët e fundit kanë sjellë ulje të temperaturave në qarkun e Korçës. Në fshatin turistik të Dardhës, ditën e sotme janë shënuar edhe rreshje dëbore. Rreshja mësohet të ketë patur edhe në aksin shtyll mashkullor, aty ku ka qenë pothuajse e njëjta trashësi, ndërkohë që bor ka pasur edhe në fshatrat e thellë të Voskopojës e Lekasit. Aksi rrugori i Dardhës, pas punës së bërë nga firma kontraktore, është i kalueshëm dhe pa probleme. Prej ditës së hënë, i gjithë qarku i Korçës është në temperatura të ulta, me erëra shumë të forta dhe rreshje shiu në të gjithë qarkun, përveç pjesës Dardhës, ku mbi 1300 metra ka pasur rreshje dëbore. Rreth 5 cm ka pasur sot, është bërë pastrimi, është bërë kriposja. Të gjitha akset rrugore, edhe nga njoftimet që kemi nga kompanitë, edhe nga inspektimet që kemi bërë, rezultojnë që janë normale. Qarkullimi i mjeteve është normal. Deri në këtë momente s'kemi probleme. Burime pranë bashkisë Korçë bëjnë me dije se nuk janë paraqitur probleme në qarkullimin e mjeteve edhe në rrugët e njësive administrative Lekas e Vithkuq, po ashtu mësohet se nuk ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike, përfshi edhe fshatrat e zonave malore, Gore Moglic në bashkinë e Malishit.